Alimi pak të kjo përplasje e fisit Alibej, Qopja, çfarë ka ndodhur në Elbasan? Ka shumë përplasje mes fiseve, por me gjemi të ky rast. Në fakt, ka qenë disa vite që të paktën ato vite 2018, 2022 që në qyteti i Elbasanit u kthye në një kasaphan. Nëse i referohemi pastaj përplasjes Qopja Alibej dhe atij trekëndshit, nëse mund ta quajmë Qopja Alibej dhe Çela, së pari duhet thënë që të treja këto fise dhe të tre djemtë e këtyre fiseve dikur kanë qenë shok në qytetin e Elbasanit, miq me njëri tjetrin, të rritur në të njëjtën lagje pothuajse, në lagjin e Kalas në Elbasan, dhe rreth viteve 2006-2010, ashtu sikur se tregon edhe Erion Alibej në dëshminë e tij dhënë përpara gjykatës së posaçme ditën e sotme, tregon se si Endrit Alibej emigron. Pra i vllai i tij emigron dhe ikën jashtë, kryesisht në Holland, por edhe në vende të tjera të Bashkimit Evropian, vende në të cilat nuk u mor kurrë me punë të lishme, por gjithmonë u mor me punë të jashtëligjshme, kryesisht në shpërndarjen dhe trafikimin e lëndëve narkotike. Për veten Erion Alibej shprehet se nuk pranoi, por në asnjë moment pothuajse nuk u përzije në punën e vëllait të tij, por duke qenë se babai kishte lënë të vegjël, ishte rritur jetim, ishte kujdesur për shëndetin e nënës së tij. Në vitin 2010, tregon Erion Alibej, u largova drejt Italisë për të marrë ilaçe për të jëmën, por në momentin që kishte shkuar atje, i vëllai Endrit Alibej, për shkak të përfshirjes së tij në shpërndarjen e trafikut në lëndëve narkotike, ishte shpallur në kërkim dhe për të u arrestua edhe Erion Alibej, duke mos mundur, thot, të sjellë në Shqipëri edhe ilaçet për të jëmën. Nga ky moment, pasi qëndron disa kohë i arrestuar në shtetin italian, po me porositë të vëllait Endrit Alibej, i cili ishte zhvendosur në shtetin holandez, ku vazhdonte palishmëritë me trafikun e lëndëve narkotike, i dërgohet një vajzë dhe Erion Alibej zhvendoset në Holland, atje ku tregon në fakt edhe për lidhjet e para të vllait të tij me Hajdar Qopjan, që është një nga vëllezërit të cilët i akuzon Erion Alibej si porositësit, por në fakt edhe nga përgjimet SKAJC dhe Encrochat dolën që të ishin, dyshohet që të jenë porositësit kryesor të vrasjes së Endrit Alibejt, Arjan Dylgjerit, por dhe të shtetasit turk në vitin 2018. Pasi shkon në Holland, në shtëpinë e tim vllai, thot Erion Alibej, gjeta edhe Hajdar Qopjan dhe i thash, po përse duhet jetë këtu, sepse me sa duket kanë pasur edhe disa konflikte për shkak të humbjes sasive të vogla të lëndëve narkotike. Sipas të penduarit tashmë të drejtësisë, sipas të penduarit të drejtësisë, pas qëndrimit në Holland të Hajdar Qopjas me Endrit Alibej, nisën edhe përplasjet e para, pikërisht për humbjet e disa sasive të lëndëve narkotike, sasi që në fakt kur dëgjojmë se sa shumë drogë tregtohet vërdall, duket se janë shumë të vogla për të pasuar me këtë konflikt që prodhoi disa viktima. Sasi që nuk shkonin as në 10 kilogram, vetëm një fraksion në fakt në dosje është kur, apo edhe në dëshminë e vet Erion Alibejt, është momenti kur ky i fundit tregon se pas një takimi që kishte pasur me Suel Çelën,